Në prag të zhvillimeve zgjedhore dhe në të një faze vendimtare për integrimin evropian të Shqipërisë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Ngozato, zhvilloi këtë të premte një takim me kryekomisionerin Ilirian Cilibashi. Pas takimit, ambasadori Ngozato theksoi rolin e misionit ODIHR dhe garantoi mbështetjen e Brukselit për institucionet shqiptare pa ndërhyrje në punët e brendshme të vendit. Kemi besim te ODIHR dhe ka një mision të rëndësishëm këtu. Lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit është në zemër të negociatave. SPA ka një detyrë të rëndësishme. BE-ja është këtu për të mbështetur Shqipërinë, jo të ndërhyjmë në procese. Nuk jemi këtu për të manipuluar asgjë. Nga ana e tij, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi u ndal tek rëndësia e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian në kuadër të zgjedhjeve dhe procesit të integrimit. Delegacioni i BE-s ka qenë vazhdimisht në krah të institucioneve shqiptare në proceset zgjedhore, duke vënë theksin mbi transparencën, ndershmërinë dhe standardet evropiane. Takimi Ngozato Cilibashi u zhvillua në një klim bashkëpunimi dhe angazhimi të ndërsjellët për ruajtjen e legitimitetit dhe besueshmërisë së zgjedhjeve. Shkëmbej mendime në lidhje me momentin e këtyre përgatitjeve. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që me siguri do të vazhdojë edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike, duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet.